22 milion euro do të kushtojë ndërtimi i spitalit të ri në Kërqov. Sipas paralajmërimit të qeverisë, objekti do të ndërtohet në hyrje të qytetit rreth rrugës magjistrale afër kazermës. Por pas historisë së gjatë me spitalin e paparfunduar, pyetja është nëse qytetarët e Kërqovës ende besojnë në një premtim të ri. Kakvi 30 godini se graditova koja nova, koja 1000 vladi se menile. Ministri ka se specialate po shilon koje po pista Duhet, 100% duhet. Menon, Duhet të entrojmë me dije dhe me... veruvate ili samo se nadevate? Veruvam. Дека овој пат ќе биде. Da. Па викат дека новата ќе се прави таму во касарна. Pa nova ko se pravi podore во kasarnë. Sipas zëvendës ministrit të shëndetësisë Jovica Andovski, për 3 deri në 6 muaj pritet të nënshkruhet marrëveshja me Bankën Botërore për realizimin e projektit. Овој долгогодишен проблем да му пристапиме сериозно и конечно да понудиме трајно, безбедно и функционално решение. Планираната инвестиција е процената на околу 1,38 милиарди денари, односно 22,5 милиони евра. Концептот предвидува болница, нова болница, значи нов објект, со капацитет од 80 до 120 болнички кревети, современа медицинска опрема, соодветни услови за диагностика, ургентна помош, специјалистички услуги и болничко лекување. Ndërkohë, objekti ekzistues i ndërtuar prej dekadash dhe që nuk është në funksion, sipas kryetarit të komunës së Kërqovës Aleksandr Jovanovski, do të ketë destinim tjetër, do të shfrytëzohet si shtëpi për të moshuar dhe për fëmijët me nevoja të veçanta.